tillë, me sfidu një situatë të tillë, sepse nuk ish mujt dikush për shembull nëse ka pas babën ose gjyshin ose që ka punuar të në kohën për Serbinë, edhe tash nuk ish kur gjësi shkon ajo. Po të vish nga një familje ku babgjyshet ka luftuar kundër çetnikëve serbë dhe partizanëve serbë në mbrojtjen e Novi Pazarit, në mbrojtjen e kufive të sipërmë të Shqipërisë, në vitin 1943-44, ku ke agjën dëshmor në luftën e fundit, ku ti ke 11 vepra që kanë të bëjnë krejt me Kosovën, me pavarësinë e Kosovës, me suverenitetin e Kosovës, me ndërtimin e kombit, ku ke vlerësimet më të mëdha të shkencëtarëve botënor, për më të njohurve, atëherë kjo është një tjetër mohabet. Por cili ishte qëllimi spa ju i takimit? A do të mundë shembull ky takim të mos ndodhte fare? Me gjuriqe? Do të mund mos ndodhte fare, por kjo nuk do të ishte një, si të them, sukses për Kosovën. Se çfarë përfitoi Kosova nga ky takim? Po thjesht përfitoi, kjo është njësoj që me bë pyetjen çfarë përfitoi Kosova nga fotografia e Hashim Thaqit me Putinin. Ka fitu shumë. Para ju është bërë në nivel presidentësh? Po, s'ka rëndësi, në nivel të tonë s'mujnë me qenë presidenta. Të tonë s'mujnë me qenë kryeministra, se cili duhet me kry punën e vetë. Që është e që quhet diplomaci publike.